Në një takim me kryebashkiak të zhvilluar me ditën e së shtunës, kryeministri Edi Rama shprehu pakënaqësinë për përparimin e projektit të investimeve lokale. Ai paralajmëroi se ata nuk do të kenë të drejtë për rizgjedhje nëse nuk realizojnë targetin e 1000 investimeve në 61 bashki, duke shtuar se secili do të vlerësohet sipas mallësisë dhe potencialit të bashkisë së tij. Në momenti kur paketa e maleve u shpall në websajtin e vet, ditën e parë ishte 700 e kusur interesime nga shqiptar jashtëdhënë. Është një instrument i sigurt për të tërhequr kursimet e shqiptarëve jashtëdhënë dhe për të tërhequr edhe shqiptar jashtëdhënë që të vinë mbrapsht në AD dhe të bëjnë një biznes të sigurt, të padiskutueshëm të sigurt, që ju sjell atyre shumë më tepër të ardhura se sa çdo lloj pune e zakonshme që mund të jenë duke bërë në Angli apo në Greqi, etj. Tani si ka mundësi që nuk ka mbaruar akoma faza e parë në të gjitha bashkitë? Çfarë është kjo shkencë e madhe për të përcaktuar hartën ku do të bëhet ky zhvillim? Nuk do të ketë asnjëri kandidim të mundshëm nëse nuk do të jetë arritur targeti i këtij projekti. Kreu i qeverisë e sheh bashkëpunimin mes pushtetit qendror dhe atij lokal si element kryesor për zgjidhjen e problemeve të shkaktuara nga rreshtet e shumta dhe përmirësimin e infrastrukturës. Ai kritikoi sjelljen e ndotës dhe të natyrës dhe njoftoi krijimin e një task force për menaxhimin e mbetjeve plastike, ndërkohë që prezantoi fonde të siguruara nga Emiratet e Bashkuara Arabe në vlerë 20 milionë euro për investime në sistemin e kullimit dhe pastrimit të kanaleve kryesore. Me një fond siguruar nga miqtan të çmuar të Emiratet Bashkuara për 20 milion eurosh në mbështetje të zhvillimit rural, të blejmë një sasi domethënëse mjetesh që vendosen në shërbim të kullimit, në shërbim të pastrimit të gjithë kanaleve kulluese kryesore dhe që të funksionojnë sipas nevojave të bashkive. Prerazi tha se tokat shtetërore do të jepen vetëm për shërbime hotelerie. Në rast se në një zhvillim caktuar ka një rezort turistik dhe aty ka i pjesë shtetërore, nuk bën vaki më që pjesa shtetërore të jepet për vila, e të jepet për pishina, të jepet për këto historira, po vetëm për hoteleri. Asgjë tjetër. Çdo gjë tjetër është merr pjesën që kërkon dhe them mbrapsht dhe paguaj kokër më kokër atë që ja paguan edhe privatit. Në këtë drejtim bashkitë mund të marrin një rol të rëndësishëm. Në bashkëpunim me AIC-n mund të bëjnë projekte dhe mund të bëjnë zhvillime të jashtëzakonshme me përfitim. Përfitim që shkon nga ndërtimi i aseteve publike, që do të thotë zyra, do të thotë shkolla, kopshte, qerdhe etj, deri tek përfitimi i të ardhurave të drejtë për drejta. Kapitulli i mjedisit mbetet kryesfidë në procesin e negociatave, ndaj urdhrat e kryeministrit ishin të prera për çdo që operon si biznes në fushën e mjedisit dhe sigurisë ushqimore. Je pjesë e një tregu me 450 milion njerëz dhe do t'i nënshtrohesh atij tregu. Pra nuk mundet dikush në Tibër apo në Gjirokastër të thotë unë nuk i nënshtrohem rregullave të tregut shqiptar dhe unë do t'i therr baktit te trotuari i shtëpisë time. Pse? Sepse kjo nuk lejohet në Shqipëri. Nuk kanë asnjë rrugë tjetër përveç se të ulin qepenin.